Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku jemi sërish së bashku për të vazhduar komentimet tona dhe për të dhënë mendime të ngjarjeve dhe situatave që po ndodhin. Është thënë që njeriu është gjykuesi më i madh. Goja koc, gjuha koc nuk ka, por koc then, dhe kështu që janë thyer shumë kocra duke gjykuar gjestin, ndjenjen e tij të vërtet dhe dashurinë e tij të vërtet për Eglin. Gjatë ditës së djeshme, Gjesti bënte gati valixhet e Eglit, bënte gati rrobat e saj dhe mungesa e Eglit për të ndjehet shumë në shtëpi. Nuk do të thotë që një njeri që është i hareshëm, që buzëqesh, që po vrapon nëpër shtëpi, ai e ka shpirtin e gëzuar. Ai e ka zemrën të lumtur, ai është i qetësuar, ai ka hequr gjitha hallet, jo. Gjesti gjatë kohës kur po bënte valixhet ushtri mbi rrobat e Eglit. Ushtri mbi rrobat e Eglit për t'i treguar dhe ndoshta për t'i dhënë forcën Eglit që unë të dua shumë dhe unë kam bërë shumë gabim me ty, unë kam bërë shumë faj me ty, por unë jam ky. Unë njihem për gjestet e mia, unë njihem për natyrën time çapkëne, unë njihem për natyrën time gabimtare. Me të gjitha gabimet të lutem më duaj. Të paktën kështu ka vepruar Gjesti gjatë këtij momenti kur ka vënë kokën tek valixha e Eglit edhe me një farë forme mërzie e ka shprehur këtë dhimbjen e tij. Qëllimi i tij është të jetë fituesi i këtij edicioni dhe këto njerëz të cilët dëshirojnë të jenë fitues, këto asnjëherë nuk duan që lotin e tyre ta tregojnë para banorëve të tjerë, sepse ndoshta e quajnë si një dobësi, ndoshta e quajnë si një karakter të dobët, ndoshta e quajnë si një karakter të ulët. Këto kur nuk duan ta shohin në fakt nuk duan ta tregojnë mërzitjen e tyre para të tjerëve. Gjesti vërtet nuk qau, por Gjesti nuk foli. Kjo tregon shumë. Gjesti vërtet nuk qau, por Gjesti vazhdoi duke mbajtur kokën ulur dhe vazhdoi duke qenë vetëm. Dhe kur ishte vetëm ja tha disa fjalë Eglit, ja tha atë vetë monologun e tij që në një farë mënyrë i tregoi që unë që në fillim të kam thënë që nuk e kam atë ndjenjen e madhe, por të lutem më lër ta krijoj. Egli nuk ja la hapësirën që Gjesti ta krijonte këtë dashuri, ndoshta sot edhe ajo ndihet fajtore që nuk ja la hapësirën që Gjesti të fillonte ta krijonte këtë emocionin, këtë ndjenjën, këtë dhimbjen që e kishte për brenda, nuk ja la. Dhe për këtë gjë Gjesti e vuan shumë këtë pjesën që nuk mundi të kalon momente të bukura edhe pse ishte vërtet një nup me Gjestin, ishte vërtet me Eglin, ishte vërtet një pozitivitet, ishte vërtet një adrenalin, ishte vërtet një dashuri dhe kjo e bëri Gjestin që të jetë kaq i mërzitur. Doja të marr mendimin tuaj në këtë koment, si shikoni ju Gjestin? E shikoni më të fortë pa Eglin apo e shikoni më të fortë me Eglin brenda kësaj shtëpie?